kësaj kohe në mesdhe, por edhe në vende të tjera në Amerikë, në Europë. Vetëm një vit më parë, e dini që bota ishte në një rrezik të zjarrit, të luftës, terroristët po prisnin të krishterët, shumë njerëz kanë humbur jetën, janë vrarë me mira të krishterë dhe ishim në një situatë çfarë po ndodh. Ne jemi duke bërë akoma më të fortë aktualisht për të menjanuar të gjitha këto problematika, duke e çuar shifrën e mbrojtjes në 3 bilion, në 2.5 që ishte më herët. Jemi duke punuar në rritjen e performancës ekonomike dhe janë me triliona më shumë nga ajo çfarë ishte. Pa dashur ta egzagjeroj, por mendoj që kjo është më e mira e të gjitha kohërave që është bërë edhe më përpara. Jemi shumë të lumtur me të gjitha investimet që janë bërë deri në këtë çaste. Duhet të kujtojmë që të gjitha vendet e NATO-s duhet të kenë përqindjen e tyre të kontributit dhe patjetër që të gjitha vendet duhet të shpenzojnë në lidhje me këtë gjë më shumë se 5% të buxhetit të tyre për këtë gjë dhe të ndikojnë drejt për drejt në çështjet e sigurisë së NATO-s. Është e rëndësishme ky lloj investimi për të luftuar organizatat kriminale në këtë rast. Dhe ne kemi ditur edhe më përpara që pjesa më e madhe e drograve dhe trafikantëve, lëndëve narkotike vinte përmes ujërave, të cilat ne kemi goditur jo pak, kanë qenë raste të cilat janë goditur dhe pa diskutim që në këto momente që flasim, kemi të bëjmë me një organizatë e cila ka psuar një ulje, pra ka pak raste prej një viti. Përqindja e konsiderueshme e drogës që vinte në Amerikë vinte përmes rrugës detare. Dhe pjesa më e madhe tashmë mund të themi që është goditur dhe është më e lehtë për tu goditur, për tu menaxhuar dhe fal goditjeve të vazhdueshme që ne kemi bërë dhe të fuqishme përmes fuqisë tonë kemi arritur që të ndalojmë disa raste dhe sidomos në çështjen e Nicola Maduros në Indonezi, duke sjellë në vëmendje edhe operacionin e disa ditëve më parë